Shuhet fotografia 27 vjeçare zbulohet se çfarë kishte publikuar në rrjetet sociale përpara se t'i jepte fund jetës. Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin sportiv dhe rrjetet sociale në Rumani, pas ndarjes nga jeta të influencueses dhe fotografes së futbollit Malina Maria Guler, vetëm 27 vjeç. Ajo ishte e njohur për mbulimin e ndeshjeve dhe aktiviteteve të klubit Mihor Oradea, si dhe për përmbajtjen e saj në Instagram. Sipas autoriteteve lokale, rrethanat e vdekjes janë ende nën hetim, por dyshohet se është vetvrarë. Burimet pranë saj kanë bërë të ditur se e reja po përballej me vështirësi të rënda personale dhe shëndetësore, ndërsa familjarët konfirmojnë se ajo kishte qenë e shqetësuar kohët e fundit. Disa orë para ngjarjes, Guler kishte publikuar materiale nga një aktivitet kulturor në qytet, duke shtuar shqetësimin mes ndjekësve dhe miqve të saj. Klubi Bihor Oradea reagoi me një mesazh ngushëllimi duke vlerësuar kontributin e saj profesional gjatë sezonit 2023-2024 dhe rolin në dokumentimin e momenteve kyçe të ekipit. Hetimet vijojnë për të sqaruar plotësisht shkaqet dhe rrethanat e ndarjes nga jeta të fotografes.